Mirë se erdhe Luan, në letra të fejnë jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Letra që kemi para nesh është Asi i shpatës, Temperance, po qëndrueshmëria, faqe e monedhës dhe mbreti i monedhës. Luan je duke u bërë diçka po bëhet më në fund të qartë. Ose një e vërtet po del në shesh, ose një vendim që nuk mund të shtyhet më. Asi i shpatës të dashur Luan është prerje më të vjetrën, fjalë të drejta, mendim i kthjellët, zgjedhje e vetëdijshme, gjitha këto. Ndërsa qëndrueshmëria tregon se kjo qartësi nuk vjen për të prishur, po për të rregulluar me një farë mënyrë ekuilibrin. Dy letrat e fundit tregojnë drejtimin. Faqe e monedhës është hap i vogël, por fillim praktik. Dhe mbreti i monedhës stabilitet, siguri, kontroll, afatgjatë. Ky lexim në fakt flet për ndërtim të mençur, jo lëvizje impulsive, absolutisht. Nëse këto letra do t'i lexonim për dashuri, do t'inglonte kështu. Në lidhje vjen momenti i sinqeritetit të plot. Jo dram, por bisede drejt për drejtë. Asi i shpatës dhe Temperance qëndrueshmëria tregojnë fjalë të menduara mirë, qartësi pa agresivitet, dëshirë për të rregulluar marrëdhënien, jo për ta thyer. Dhe faqja e monedhës me gjithë mbretin e monedhës tregojnë se kjo lidhje mund të bëhet më e fortë nëse të dy investoni realisht, jo vetëm emocionalisht, por edhe praktikisht, kohë, përgjegjësi, plane. Nëse vetëm njëri nga ju mban këtë peshë, ekuilibri prishet. Nëse ka bashkëpunim, kjo lidhje do forcohet ndjeshëm. Nëse këto letra të njëjtat do të shikonin për punë apo para, të dashur Luani, do thosha këtu është një nga leximet më të mira për stabilitet. Asi i shpatës tregon një vendim të zgjuar që po ndërmerrni, po bëni. Qartësi mbi drejtimin, prioritetet, ose një zgjedhje që të çliron nga paqartësia, Luan. Dhe Temperance thot, mos u ngut, mos e tepro, mbaj balancë. Faqe e monedhës tregon një fillim vërtet të vogël, një ide, një plan konkret, që është fillim i mbar, që është i mirë, i bukur dhe ka një, i ka të kufizuara, të drejtuara, apo të qartë rrugën, ashtu. Dhe mbreti i monedhës rezultati qëndrueshëm, siguri financiare dhe pozicion i fortë. Ky lexim tregon për gjithë ata që shpërblen disiplinën dhe durimin, dhe jo rrezikun. Çfarë mund të bëni konkretisht, Luan? Thuaj të vërtetën pa frikë, qoftë për dashuri në të dyja fushat apo për punë dhe para. Mbaj ekuilibrin, jo ekstremët, investo në diçka konkrete, mendo afatgjat, jo vetëm për sot apo për gjëra të shpejta. Dhe këshillën që mund t'ju jap këtu është forca jote nuk është tek zhurma që mund të bësh të dëgjohesh sa më larg, por qartësia dhe qëndrueshmëria. Kur vepron me mend, Luan, dhe zemër, absolutisht, në ekuilibër, mendja dhe zemra duhet të jenë, dhe kjo është e balanca që flasim gjithmonë, në ekuilibër, të fiton terren që askush nuk ta merr. Kjo ishte për ju.